Vetëm një lugë uthull molle çdo ditë dhe do t'i thoni lam të mirë këtyre problemeve. Vetitë e mira të uthullës së mollës i di më të gjithë, por ka edhe nga ato zgjedhje natyrale të cilat mund të lehtësojnë edhe problemet tuaja të përditshmërisë. Dëgjoni me vëmendje në këtë video përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i uthullës së mollës në mënyrë të lehtë dhe gjithmonë të tretur në ujë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e dhimbjeve të fytit. Uthulla e mollës ka veti të mira me efekte antibakteriale. Thjesht konsumoni një lugë çaji uthull molle një orë përpara se të shkoni për të fjetur dhe një lugë tjetër gjithashtu e konsumoni gjysmore para gjumit. Konsumoni një lugë përpara se të shkoni në shtrat gjithmonë të tretur në ujë. Rezultatet që do të merrni nga përdorimi i këtyre recetave do të jenë të mrekullueshme në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu në rritjen më të mirë të shëndetit tuaj. Ekspertët shtojnë në një zëri se sa më shumë produkte natyrale të shtoni në kombinim me uthullin e mollës, aq më shumë përfitime do të keni. Uthulla e mollës do të largojë erën e keqe të gojës në mëngjes. Uthulla e mollës do të largojë bakteriet që shkaktojnë erën e keqe të gojës. Duke konsumuar atë vazhdimisht në dietën tuaj do të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të gojës dhe do të parandaloni gjithashtu edhe problemet që ju kanosen. Ajo do të riekuilibrojë edhe nivelin e aciditetit në stomakun tuaj duke ju bërë që të keni një tretje më të mirë dhe sa më pak shqetësime që ajo mund të shkaktojë në organizmin tuaj. Ekspertët citojnë se uthulla e mollës është një lehtësuese shumë e mirë edhe kundër problemeve që shkakton dispepsia. Përzieni një lugë çaji uthull molle me pak mjaltë në ujë dhe konsumoni atë të paktën gjysmë ore përpara se të shkoni në shtrat. Kështu përfitimet e saj në shëndet do të jenë të menjëhershme dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet që ju kanosen. Uthulla e mollës është një përzgjedhje shumë e mirë për të stabilizuar gjithashtu nivelet e sheqerit në trupin tuaj dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet e tij. Uthulla e mollës do të rrisë ndjeshmërinë ndaj niveleve dhe do të mbajë gjithashtu konstant nivelet e sheqerit. Pak përpara se të shkoni për të fjetur, shtroni në dietën tuaj kombinimin e uthullës së mollës. Tresni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse keni probleme me nivelet e sheqerit në shëndet. Ekspertët tregojnë se uthulla e mollës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë efektive edhe në lehtësimin e dhimbjeve tuaja të barkut. Hidhni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë të ngrohtë dhe kështu e konsumoni atë të tretur në ujë të ngrohtë. Rezultatet që do të merrni janë më pak shqetësime siç janë dhimbjet e barkut dhe më shumë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i uthullës së mollës në recetat tuaja ditore do të përkthehet në një mburojë mjaft të mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Lemza do të lehtësohet të ndjeshëm me përdorimin e uthullës së mollës. Mjafton të pini një lugë çaji uthull molle organike kur të filloni lemzën, kështu do ta lehtësoni atë dhe do të keni më pak shqetësime të saj. Uthulla e mollës është një shpëtuese shumë e mirë kundër problemeve të alergjive. Nëse doni të zgjidhni problemet me alergjitë, përzieni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe konsumoni këtë përzierje pak përpara se të shkoni për të fjetur. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike dhe mbi të gjitha do të parandaloni edhe komplikacionet e tyre. Ekspertët shtojnë në një zëri se përdorimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të përkthehet në një mburojë të vërtet shëndetësore dhe gjithashtu të parandaloni edhe komplikacionet e tyre. Uthulla e mollës në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një rol fantastik edhe të mbajë konstant nivelet e urisë trupore. Nëse ndiheni të uritur gjatë ditës, thjesht tresni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe konsumoni këtë përzierje vazhdimisht në dietat tuaja. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike dhe mbi të gjitha lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve.
Uthulla e mollës është një produkt fantastik ushqyes që mund të mbajë larg komplikacione dhe gjithashtu të rrisë rezistencën e organizmit tuaj. Shtoheni uthullën e mollës në vazhdimsinë e dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Uthulla e mollës është një përzgjedhje shumë e mirë që mund të kombinohet në shumë receta në dietën tuaj ditore. Lajmet se uthulla e mollës është e shkëlqyer për shëndetin kanë në marrë dhënë, por përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë unike dhe befasuese. Kur vjen puna te uthulla, ka gjithmonë një dilemë se cila ka të bëjë kryesisht kur është koha më e mirë për të kombinuar uthullën e mollës në dietën tuaj. Shumë njerëz rekomandojnë kombinimin e uthullës së mollës mundësisht me stomakun bosh. Të tjerët betohen për të mirat që i vinë shëndetit në kombinimin e kësaj recete fantastike në dobi të vlerave që ndikon drejt për së drejti në shëndetin tuaj. Në shumicën e rasteve, sistemi juaj tretës nuk arrin të përballojë si duhet edhe kafen ose ushqimet të tjera. Por, kur kombinoni si duhet uthullën e mollës në përditshmërinë e dietës suaj, përgatituni të merrni përfitimet e saj dhe të parandaloni edhe komplikacionet që ju kanosen. Uthulla e mollës është një produkt fantastik me vlera të larta ushqyese që mund të luajë një rol të mirë në menaxhimin e komplikacioneve dhe gjithashtu e rritjen e rezistencës së organizmit. Ekspertët bien dakord se uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë në ujë në mënyrë që të merrni përfitimet e saj të mira dhe gjithashtu të mos ndikoni në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Uthulla e mollës është një produkt i cili mund të kombinohet në recetat tuaja, madje edhe të zhbllokojë hundët e zëna. Pamundësia për të përthithur ajrin përmes hundës është vërtet e tmerrshme. Uthulla ju vjen në ndihmë për të zhbllokuar hundët dhe gjithashtu rrugët e frymëmarrjes sepse është e pasur me kalium, magnez dhe vitaminën A, B2, B3 dhe vitaminën E, shumë të rëndësishme këto si faktor ndikues ditor në menaxhimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja gjithashtu do të përkthehen në një rol fantastik edhe për tretjen. Ekspertët shtojnë një zëri se uthulla e mollës është një produkt i cili nëse kombinohet në mëngjes në dietat tuaja, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në lehtësimin e problemeve të tretjes dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë një mënyrë fantastike për të mbajtur një zorrë të shëndetshme dhe sa më pak probleme. Ekspertët shtojnë se nëse keni keqtretje, uthulla e mollës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë. Gjithashtu, pagjumësia është lidhur ngushtë edhe me digjestionin, prandaj duhet të tregoheni të kujdesshëm me përdorimin e recetave të duhura ushqyese dhe të mbani larg gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Sa më mirë të menaxhoni shëndetin tuaj, aq më pak probleme do të keni në përditshmëri. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese në recetat tuaja ditore dhe do të keni gjithashtu më pak shqetësime që ju kanosen. Ekspertët thonë se ajo mund të reduktojë edhe dhimbjet tuaja të gjurit. Mungesa kryesisht e kaliumit konsiderohet si një nga shkaktarët kryesorë të problemeve të dhimbjeve të gjurit. Për fat të mirë, uthulla e mollës është e pasur me kalium që ka aftësi të mira të reduktojë dhimbjet dhe të rregullojë gjithashtu balancën dhe përqendrimin. Ndaj përdorimi i kësaj recete në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Uthulla e mollës është një kombinim fantastik që mund të lehtësojë edhe dhimbjet e fytit. Bakteriet përgjegjëse që shkaktojnë dhimbjet e fytit mund të jenë gjithashtu ato që nxisin më shumë shqetësime. Ndaj përdorimet të tilla të saj mund të jenë një mënyrë fantastike menaxhuese e këtyre komplikacioneve dhe të nxisin gjithashtu të keni një organizëm më të fortë edhe më të shëndetshëm. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja do të bëjë një faktor të mirë lehtësues kundër komplikacioneve. Çelësi qëndron te mënyra e përdorimit dhe gjithmonë uthulla e mollës duhet të tretet në ujë në mënyrë që të evitoni gjithashtu edhe gabimet në shëndetin tuaj. Ekspertët shtojnë se uthulla e mollës është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese me rezultate fantastike
në dobi të shëndetit. Gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun nëse doni ta përdorni si trajtim mjekësor. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.